E qartë dhe do shta do të marim edhe tani përgjigjen për lëvizje tutje të lëvizjes vetëvendosje, duke qenë se në një lidhje të drejt për drejt kemi deputetin Artan Abrashi. Zotri Abrashi, përshëndetje. Përshëndetje. Realisht, sot mbrëm në fakt u bëj qartë edhe qëndrimi i LDK, sot pati një deklarat të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, por deri më tani nuk pam një thirrje të vazhdimit të seancës. Pse nuk poftohet seanca, duke qenë se tashmë qëndrimet e gjitha partive janë të qarta? Nuk është e qartë për gjitha partitë se çfarë qëndrime kanë. Veçanërisht subjekti i dytë opozitar e ka komplet paqartë dhe përmes veprimeve të ndryshme mundohet që ta mjegulloj situatën duke mos dhënë përgjigje një pyetje të thjeshtë. Çfarë qëndrimi kanë për presidentin? A kanë emër? Kur thirrë seanca për votimin, a do të votojnë? Nëse jo, a do të qëndrojnë? Këto janë pyetjet që qytetarët e Republikës i kërkojnë. Pse çështja e presidentit është e rëndësishme, sepse po nuk u bë ndonjë zgjidhje, vendi do të shkojë në zgjedhje. Çdo hap drejt konstituimit të kuvendit, çdo hap drejt votimit të qeverisë, pa pasur marrëveshje për presidentin, Kosovën e dërgon në zgjedhje. Kjo është më së qartë edhe për një fëmijë, se lërë më për të rritur. Prandaj, çfarë do përpjekje për të ikur përgjigjes rreth presidentit është vetëm një demagogji e radhës, e cila nuk e mbulon, do të thotë, pa përgjegjësinë e një pjesë të opozitës. Edhe nëse duan të njëjtat që pastaj të bashkëpunojnë për presidentin, pse e ndal kjo konstituimin dhe formimin e qeverisë, duke qenë se ato e kanë bërë të qartë se nuk duan të jenë në bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje? Pse e ndalon kjo konstituimin dhe formimin e institucioneve? Në pranverë që i dha vetë kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, ku i bënte thirrje lëvizjes vetëvendosje respektivisht kryetarit Albin Kurti, që të mos veproj drejt konstituimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë pa marrëveshje për president, atëherë neve na mbetet që të reflektojmë dhe kemi reflektuar, pra që po pajtohemi sepse po nuk bëjmë zgjidhje për presidentin, çdo hap drejt konstituimit të kuvendit pa marrëveshje dhe votimit të qeverisë e dërgon Kosovën në zgjedhje. Prioriteti i lëvizjes vetëvendosje është që me çdo kush ta shmangim zgjedhjet, prandaj i kemi lënë kohë dhe hapësirë bisedime të cilat kategorikisht po refuzohen pa ndonjë arsye konkrete dhe të qartë prej PDK-s dhe AK-s. Arsyet Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca i kanë listuar, megjithatë një pyetje se çfarë dua ta shtroj tani ka të bëj duke qenë i qartë qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, se do të qëndrojnë në sallë edhe për presidentin, vetëm me kushtin që presidenti të jetë konsensual. Që i bie që rrjedhimisht lëvizja vetëvendosje bashkë me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës mund ta procedoj tutje edhe çështjen e presidentit. Atëherë, a ka arsye edhe më tetë mos ftohet vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit duke marrë parasysh se nga formimi i qeverisë e konstituimi i kuvendit janë edhe 60 ditë kohë të tjera për të dakorduar edhe me partitë e tjera politike? Çfarë do veprimi që kontribon në dalje nga kjo situatë për vetëvendosjen është i mirëpritur. Kjo ka qenë edhe thirrja jonë që vazhdimisht i kemi drejtuar partive opozitare. Vjen mirë që një pjesë, po duket se ka reflektuar, uroj të jetë ashtu. Po besoj që shumë shpejt kena me dalë edhe me qëndrim si vetëvendosje rreth kësaj që ka ndodhur, veçanërisht me një qëndrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi qenë të interesuar që përveç marrëveshjes politike ta kemi edhe një marrëveshje për bashkë qeverisje, por duket se ata nuk po dëshirojnë të futen në një marrëdhënie të tillë, marr parasysh kërkesat e tyre shumë të mëdha, të cilat e tejkalojnë edhe rezultatin elektoral të cilat e kanë marrë në zgjedhjet e fundit. Gjithsesi, do ta keni përgjigje shumë shpejt nga lëvizja vetëvendosje. Çështja e thirrjes së seancës është çështje procedurale, ta kemi parasysh. Kjo po problematizohet nga PDK-ja dhe AK-ja, të cilat dëshpërimisht kanë nevojë për kauza të ashtu quajtura politike, të cilat po mundohen me ndërtu artificialisht për me mbulu këtë sjellje destruktive të tyre që e kanë pasur gjatë këtyre ditëve. Sigurisht se janë të tjera dhe përgjigja e lëvizjes vetëvendosje rreth këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur pas qëndrimit të LDK-s
cilën e komunikoi kryetari Tixhiku, dhe të jetë shumë e shpejtë. A është e gatshme lëvizjeve vendosje që të pranoj një emër të propozuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës për president? Kam fjalën një emër më konsensual. Apo qëndroni tek ideja se edhe emri propozuar për presidentin duhet vijë nga lëvizjeve vendosje? Ne nuk kemi thënë asnjëherë që emri duhet të jetë nga lëvizja vendosje. Ne gjithmonë kemi reflektuar atë cilën e përcakton kushtetuta e vendit tonë, pra që kandidati për president duhet të jetë një person apartijak i cili do ta ketë përsipër unitetin e spektrit politik, si përgjithësi e tij si president, duhet ta ketë parasysh mbrojtjen e rendit juridik, kushtetutën e të tjera. Prandaj çfarë të propozimi që i reflekton këto sugjerimet tona që janë frymën e kushtetutës, natyrisht do të jetë i mirëseardhur për lëvizjen e vendosje. Rreth emrit në mbetën të diskutohet që gjetë një emër i pranueshëm se jo. Po, me që do t'jetë konsensual dhe thatë se edhe thirrja e seancës është procedurale, atëherë pse nuk po thirret Abrashi dhe realisht çfarë prisni që t'ju përgjigjen ftesave për takimet e radhës partitë politike? Presim që ta çerçojnë krejt qëndrimin e tyre. Nuk ka asnjë kuptim që PDK-ja të mbulohet mbrapa veprime destruktive, as AK-ja. Çështja e presidentit nuk është çështje vetëvendosjes, ashtu siç e thotë edhe legjislacioni jonë, edhe fryma kushtetuese, përgjegjësi për zgjedhjen e presidentit i takon krejt deputetëve të Kuvendit të Kosovës, krejt grupeve parlamentare. Pra po e them, seanca do të thirret, kjo çështje se s'po thirret është një narrativ e shpikur, natyrisht që nuk pasin pas, shumë shpejt do të thirret. Ne kemi qenë dëshmitar në vitin e kaluar që pa pas marrëveshje politike, thirrja vazhdueshme seancave, pra seancat shtert të legjës kanë prodhuar asgjë, përkundrazi kanë shkaktuar një situatë tepër të rëndë. Megjithatë ekziston një akt vendimi gjykatës kushtetuese, zotri Abrashi, i cili thotë se seancat duhet të ftohen brenda 48 orëve, dhe duke pasur këtë akt vendim të gjykatës kushtetuese, deri diku edhe e parashikoj përgjigjen tuaj, me qenë se i keni të qarta qëndrimet mbi atë në rast se është shkelur kushtetuta. Por ajo çfarë dua të pyes unë është sepse ministra e drejtësisë në detyrë zonja Donika Gërvalla para pak ditësh në kuvend tha se deri më 6 shtator keni afat për konstituimin e kuvendit. A do të shfrytëzohet ky afat i interpretuar deri diku nga lëvizja vetëvendosje, apo mund të kemi edhe më herët? Sipas interpretimeve tona, ne kemi afat dhe jemi në kohë, sa i përket afateve kushtetuese ligjore, dhe kushdo që mendon se nuk është kështu. Mirë, Abrashi, po pse po prisni, duke qenë se tashmë janë qarta, apo prisni që ndoshta të ndrojnë sërish qëndrime partitë politike, flas këtu ndoshta për Lidhjen Demokratike? Me qenë se i bën të qarta qëndrimit, ku është arsyeja që të pritet? Po besoj që qëndrimet Lidhjes Demokratike janë qëndrime tamam, dhe jo që shëndron disponimi i dikujt të ndrojnë edhe qëndrimet politike. Prandaj duke u nisur nga kjo, edhe njerë po theme, çfarë do deklarate apo qëndrim që i kontribon zgjidhjes së problemit, respektivisht dalin nga kjo krizë për vendosjen është e mirëseardhur, dhe sa e përket çështjes së thirrjes së seancës, natyrisht ta kemi një vendim shumë shpejt. Edhe një çështje tjetër, në rast se partitë opozitore insistojnë se fillimisht duhet bëhet konstituimi i kuvendit e më pas të diskutohet për presidentin, si do të veprojë lëvizja vetëvendosje? Atëherë do të shohim se si do veprojmë. Një qëndrim i tillë është qëndrim që ta dërgojmë Kosovën në zgjedhjet e parakohshme përsëri. Do kemi bërë të qartë çfarë do veprim pa marrëveshje politike kuvend, të spektrit politik, rreth çështjes së presidentit, e dërgon Kosovën në zgjedhje. Nëse nuk ka qenë dëshmi qershori i këtij viti, ku vetëvendosja realisht pësoi në një mënyrë, sepse ne kishim një rezultat jashtëzakonisht të mirë, por për çështjen e presidentit ne e vujtëm pasojat politike, sepse një pjesë e partive politike shfrytëzoi rastin për me blloku vendin, edhe me dërgu përsëri në zgjedhje. Atëherë me të vërtetë ne s'kemi çka bisedojmë. Nëse dojnë thirrjen e seancave që ata me vazhdu cirkun e këtyre ditëve, le ta harrojnë këtë punë, se ne nuk i kemi obligim për me rregullu skenën kërkujt. Nëse dojnë marrëveshje politike me zgjidh presidentin dhe Kosovës me akty stabilitetin, këtu na kanë. Por cirk le të vazhdojnë vetë ashtu siç dojnë vetë.
Edhe një çështje Abrashi, ka pasur zëra ditëve të fundit se njëra ndër arsyet pse nuk po thirret edhe vazhdimi i seancës konstituive mund të jetë edhe se lëvizja vetëvendosje mund të mos i ketë 61 numrat e nevojshëm për ta konstituar kuvendin. Qëndron kjo apo jo? Jo, nuk qëndron kjo. Është spekulimi i pastër të një partie politike, dëgjova që nuk ka asnjë bazë dhe nuk qëndron. Numrat i kemi natyrisht, ne kemi numrat do thot 53 vota nga lëvizja vetëvendosje të dolur nga certifikimi i rezultatit zgjedhor, edhe votat do thot minoriteteve jo serbe të cilat janë zotuese do ta mbështesin lëvizjen vetëvendosje në këtë mandat, rrjedhimisht votat janë sa i përket konstituimit të kuvendit të qeverisë. Nuk ka pra diçka të re që neve na shtim me mendu ndryshe, krejt që ka mbetet është vetëm ta kemi edhe një qëndrim nga parti tjera opozitare dhe të vazhdoj me seancën e konstituimit edhe të kuvendit të qeverisë pas zgjedhjes së presidentit. Edhe një çështje të fundit, pra nuk ka gjasa që thirret seanca konstituive pa u takuar edhe një herë me partitë politike? Meqense po thoni se Nuk mund ta shikoj ne ftesa jonë mbetet aktive. Çdo ditë po shfrytëzoj rastin edhe tash që t'i ftoj këta lider të opozitës të cilët po e mbajnë peng situatën në Kosovë. Ta kohuni bëni zgjidhje të ecin përpara sepse mjaft kohë kemi humbur. Nuk ekziston absolutisht asnjë arsye për refuzimin e takimeve. Në demokraci krijohen situata ku detyrimisht duhet ulem të bisedojmë dhe të gjejmë zgjidhje për çështjet që e shqetësojnë vendin dhe qytetarët. Prandaj ky refuzim kategorik është absurd në vetvete. Nuk e di se çka synojnë me po përmes këtij refuzimi ata, por gjithsesi nuk janë duke i kontribuar zgjidhjes së problemit. Prandaj le të reflektojmë, takohuni, bisedoni, gjeni zgjidhje, sqaroni çfarë do të çështë pakënaqësie apo mosmarrëveshje që kanë me zeti dhe të ecin tutje. Kjo është thirrja jonë më së sinqert dhe kushdo që reflekton tash i kësaj thirrje sinqert, natyrisht që ne do të jemi edhe zemërgjër edhe të vazhdojmë tutje në realizimin e obligimeve që kemi edhe si deputet dhe si parti politike. Po, Abrashi, kemi një pyetje këtu në studio nëse dëshironi ta pranoni. Nga analistët në studio. Po. Okej. Përshëndetje zoti Abrashi. Një pyetje të cilën desha t'ja ushtroj. A mendoni që marrëveshja duhet bëhet domosdoshmërisht ashtu siç ju dëshironi, dhe nëse është kështu, atëherë cila është marrëveshja ideale për juve në mënyrë që të krijohen institucionet? Sepse Lidhja Demokratike e Kosovës është afruar pranë jush për një marrëveshje, ju domosdoshmërisht tentoni që t'ja impononi një lloj marrëveshje Lidhjes Demokratike të Kosovës në mënyrë që ajo të hyjë në qeveri. Cila është kjo marrëveshje në të cilën edhe ju pajtoheni? Sepse jeni të paqartë në atë të cilën po thoni. Dëshiroj marrëveshje me kushtet tona, por nuk ka asnjë lloj marrëveshje në askund në botë. Prandaj do doja ta dija cila është marrëveshja ideale për juve që të pranoni që të krijoni institucionet. Po mendoj që ndrimi vetëvendosje është shumë i qartë, nuk ka nevojë se çka ka këtu për të mos u kuptuar. Ne kemi bërë një ofertë politike lidhjes me kuadër të asaj oferte. E para ka qenë çështja e marrëveshjes për presidentit, e kemi përfshi edhe ofertën për bashkëpunësim. Ata kanë kërkuar më shumë se sa qytet, se çka ju takon. Spaku kështu ka qenë rafimi i vetë kryetarit. Cilat janë paramosat, cilat ju mendoni ato dhe ka thënë se jemi të gatshëm që ta votojmë presidentin, edhe nëse nuk fshihemi në qeveri. Ne kemi ofruar edhe Partisë Demokratike të Kosovës pozitën e kryetarit të kuvendit vetëm që mos ta bllokojnë procedurën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Pra ku ka ofertë më gjeneroze dhe nuk po kuptoj çka ka këtu që s'kuptohet për qëndrimet lëvizjes së Kosovës. Dhe ata vazhdojnë me atë përgjithësi ta refuzojnë çfarë do marrëveshje ose oferte konstruktive, dashamirëse që bëjmë ne në drejtim të zgjedhjes së krizës që ka kapur Kosovën. Prandaj, shumë e qartë se çka kërkojmë ne dhe çka ofrojmë ne, çfarë do hapi edhe një herë po theksoj drejt zgjidhjes së kësaj nyje të panevojshme është mirëseardhuna natyrisht krijon kushte për të ecur përpara. Atëherë, pra, në qoftë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar përtej asaj çfarë ju i keni ofruar, në qoftë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar presidentin, atëherë cila është ideja që ju pretendoni që nuk duhet t'i japet presidenti Lidhjes Demokratike të Kosovës?
mbi cilën Ne nuk kemi thënë mbi cilat paramosa, subjekti nuk mbi cilat paramosa ju e matni se sa duhet t'i takoj një subjekti politik pushtet kur ju e ofroni në bashkëqeverisje. Mbi çfarë paramosash e matni këtë ose si e matni? Në demokraci ekziston një paramos, e cila është kredibile dhe aplikohet, e që është fuqia politike përcaktuar me votë. Është rezultati zgjedhori ndëruar. Nëse vetëm bie puna tek zgjedhja e presidentit, duke u bazuar në kritere partijake, atëherë kemi thënë na se vetë ndonjë se këtu ka një rend. E rendi është rezultati zgjedhor. Prandaj kemi insistuar që cilë më mirë do të ishte një figurë jo partijake, një figurë e cila do t'i shërbente pozitës si presidentit Kosovës pa ngarkesa apo ngjyrime politike. Kjo do të ishte zgjidhja ideale natyrisht. E qartë, dhe për këtë do të keni kohë pastaj edhe 60 ditë për t'u takuar e për t'u konsultuar dhe me partitë e tjera për ta gjetur një emër. Zotëri Abrashi. Unë uroj që ta kemi në shumë më shpejt se sa 60, por mbetemi pengi shëndrime dhe ta shohim se çka po ndodh të vit. E qartë, Abrashi, të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Natësia ishte ende. Faleminderit shumë.